Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga diabeti, këto janë 5 ushqime që nuk duhet t'i hani kurrë. Persona që nuk vuajnë nga diabeti mund të konsumojnë her pas here patate të skuqura apo ëmbëlsira, edhe pse janë të pashëndetshme dhe mund t'ju shtojnë në peshë. Konsumi i tyre nuk është fundi i botës, ndërsa për personat të cilët vuajnë nga diabeti, ngrënia e këtyre ushqimeve mundet që të ketë pasoja të rënda për jetën. Është e vështirë të thuhet çfarë është mirë dhe çfarë jo, duke qenë se çdo pacient me diabet është disi ndryshe nga tjetri. Megjithatë, ata duhet që të kenë kujdes se çfarë konsumojnë, si nivelet e larta ashtu edhe nivelet e ulta të sheqerit në gjak. Hiperglicemia dhe hipoglicemia munden të shkaktojnë simptoma të tilla si për shembull të villa, dhimbje në stomak, rrahje të shpejta zemre, dridhje dhe marramendje. Në raste më ekstreme, nivelet e larta ose të ulta të sheqerit në gjak munden që të kenë pasoja të rënda deri në humbje jete. Nëse vuani nga diabeti dhe po përjetoni këto simptoma, duhet që të vizitoni me patjetër tek një mjek. Cilat janë ushqimet që shkaktojnë më shumë probleme tek pacientët të cilët vuajnë nga diabeti? Pijet e gazuara. Edhe pse ka pak të dhëna që lidhin pijet e gazuara me shtimin në peshë dhe probleme të tjera shëndetësore, konsumimi i rregullt i këtyre pijeve është i rrezikshëm për të gjithë ata persona që kanë probleme shëndetësore të diabetit. Një kanaçe e vetme me pije të gazuar përmban 39 gram sheqer. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të rriturit të marrin jo më shumë se 36 gram sheqer. Gjithashtu, lëngjet të cilat shiten nëpër dyqane. Lëngjet e frutave janë të shëndetshme deri në momentin që ata nuk kanë sheqer të shtuar. Për personat të cilët vuajnë nga diabeti apo për të gjithë ne, nuk ka ndonjë diferencë të madhe mes konsumimit të sheqerit në formën e pijeve të gazuara ose lëngjeve dhe frutave të shiten në dyqane. Të dyja janë të pashëndetshme, ndërsa lëngjet që i përgatisin nga frutat e freskëta janë të mira për shëndetin dhe pse nuk duhet ta teproni me to në qoftë se vuani nga diabeti. Petulla të ëmbla. Shumë persona me diabet e mendojnë sheqerin si ushqimi numër 1 që rrit sheqerin në gjak, por në fakt janë karbohidratet ato që e shkaktojnë një gjë të tillë. Petullat e përgatitura me drithra të përpunuara janë ndër burimet më të mëdha të karbohidrateve që shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Patatet e skuqura. Perimet me niste shtesi, patate dhe mistri janë ndër burimet kryesore të karbohidrateve, prandaj duhet të kufizohen ose të shmangen nga personat të cilët vuajnë nga diabeti. Nëse edhe i skuqni patatet, rreziku do të dyfishohet. Ëmbëlsirat të cilat shiten nëpër dyqane. Torta, biskota dhe gjithashtu karamelet, të gjitha këto lloje ëmbëlsirash kanë në përmbajtje të lartë të sheqerit dhe drithra të rafinuara. Edhe më keq, nëse i blini ato në dyqane, shumë prej tyre përmbajnë yndyrra të pangopura duke rritur kështu rrezikun në shëndet. Njerëzit me diabet janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe yndyrrat e ngopura rrisin nivelin e kolesterolit në total. Këto janë ushqimet më të mira për ta mbajtur nën kontroll diabetin. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak mundet që të jetë e vështirë, prandaj çdo frut apo perime që konsumohet duhet që të jetë e duhura. Këtu ju do të gjeni të listuara disa ushqime të cilat ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe tipit 2. Peshku. Peshku është një nga produktet më të mira dhe më të shëndetshme. Salmoni.
sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrrat omega-3, DHA dhe EPA, të cilat ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet të konsumojnë, pasi ata janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide gjithashtu mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si për shembull spinaçi, lëpjeta, sallata janë plot me vlera me pak kalori, duke qenë se treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitaminë C, e cila luan një rol tepër të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe të tensionit të lartë. Kanella është e pasur gjithashtu me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë gjithashtu ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe kolesterolin dhe nivelet e triglicerideve. Vezët janë vërtet një paketë me vlera shëndetësore, përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat me diabet. Të dhënat kanë treguar se konsumimi i kosit ekuilibron sheqernat në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Tek personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon në rënien e peshë dhe ndihmon në sistemin tretës. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasura me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumimi rutinor i tyre arrin të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e sheqerit në gjak. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj i ullirit ndryshe mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu vaji i ullirit ndihmon edhe në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Mirëpo, duhet të dini dhe të keni parasysh që gjithmonë në dietën tuaj të përfshini ushqime të shëndetshme ushqimore me një përmbajtje të ulët të yndyrave dhe me pak kalori, duke qenë se ato ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit në gjak. Gjithmonë duhet të keni parasysh se nëse simptomat tuaja zgjasin për një kohë të gjatë, më e mira që ju mund të bëni është që të shkoni tek mjeku juaj dhe të kryeni kontrollet e duhura. Gjithmonë të bazoheni tek këshillat e mjekut. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Dhe nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.